Pogradeci shkruan historinë në volebollin shqiptar të femrave duke mundur 3-0 Tiranën në ndeshjen e 5, kur është shpallur kampion. Pogradecaret e mbyllin shpejt setin e parë 25-16, por në setin e dytë Tirana se të kërkojnë baraspesh tek shkojnë në 8-13, por vetëm kaq. Pasi Pogradecaret e fitojnë edhe këtë set 25-20. Seti i tretë ka pak histori pasi liqenorët fitojnë 25-16. Me Beraktarovic në organizim, ekipi i trajnerit Besnik Lisha ka fituar qetësinë e duhur në një finale si kjo, përse Johnson në pozicionin 4 kanë qenë kurthi trajnerit ndaj Tiranës. Nga ana tjetër, skuadra kryeqytetase pa Malaj në pozicionin 3 nuk ka pasur forcën e duhur në goditje. Kjo fitore ka bërë që një qytet të përjetojë emocione të forta, ndërsa një ekip i tërë ka fluturuar nga gëzimi i titullit kampion. Mundohem të jap ekipit energji të mirë dhe të mbajmë ritmin lart. Ndjem e mrekulluar, është era e parë që fitojnë në një ligë e pabesueshme. Do të festojnë shumë sot. Kur unë nisa për të ardhur në Shqipëri nuk e prisja kurrë këtë, por u bekova me një grup fantastik vajzash dhe bëm gjithçka për njëra tjetrën. Kemi punuar shumë fort, këtë donim. Edhe Tirana punoi shumë fort, por në fund është vetëm një ekip që ngjitet në maj. Po, ja dolëm, tani mund të them me plot gojë që ja dolëm. Po, i kisha menduar kështu, e dija që nuk do ta falnim ndeshjen e fundit në qytetin tonë me gjithë këta qytetarë të mrekullueshëm që na mbështeten. Kjo është një nga natët më të bukura për mua edhe besoj për çdo qytetar këtu në Pogradec. Jemi shumë të gëzuar që më në fund të shënohet edhe emri Pogradecit në listën e ekipeve që kanë fituar titullin kampion. Absolutisht ne jena përgatitur me fitu. Ka fituar ekipi më i mirë tonin, sepse mënyra si që është organizuar në federat, janë në 3 fitume, nuk është një rasi, po një gjë që s'ka bë, nuk ka nollë ndonjëherë që ekipet mike është shkuar me fitu në fushën kundërshtare. Ka gjëra të mira që bën parasysh se ekipet janë të luajtur njësoj. Po thanë favori fush, duket se po bëhet 0. Për çdo herë më shep, madje për parasysh e nivelit shumë lart të lojtarëve. Po që e kena menu absolutisht. Ky ekip është ndërtu për me fitu. Atmosfera në Pogradec ka qenë elektrizuese, me tifozët që kanë festuar gjatë për këtë arritje historike të vajzave liqenore. Ky sezon ka qenë i jashtëzakonshëm për Pogradecin, pasi me herët liqenorit kishin fituar edhe Ligën Gjergj Kastrioti dhe Kupën e Republikës, duke kompletuar kështu një triplet të artë të voleybollit shqiptar. Shumë gëzim dhe krenarin nga ekipi i voleybollit të vajzave pogradecare, cilat tashmë janë shpallur kampione të Shqipërisë në voleybollin e femrave. Kam në studio sonte Dorian Latifllari, administratori i qendrës multifunksionale në Pogradec. Do ta kem në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë kapitene e ekipit të Pogradecit Paula Gjata. Dori, faleminderit që ke ardhur në studio, është shumë kënaqësi që të kam. Sqarojmë dhe shikuesit, kemi filluar me 15 minuta vonesë, sepse një ceremoni tjetër sapo ka përfunduar, ka ulur siparin në Pallatin e Sportit Arefi Berberi, këtu në Pogradec. Ka qenë dorëzimi i kupës. Spari Ilir të falenderoj që më bëre pjesë të emisionit. Në fakt, televizioni juaj është e vetmja dritare ku ne mund të shprehim gjithë ato punën tonë apo sfidat që kalojmë, vështirësitë. Sigurisht, me gjerësisht se në mediat e tjera. Edhe e keni gjithmonë deri në hapur dhe jeni të mirë na jeni gjendur në çdo aktivitet, jo vetëm në sport, por edhe në aktivitetet kulturore që mbulon qendra multifunksionale. Kështu që ju falenderoj sinqerisht. Dua të mbetemi në pjesën e parë tek voleybolli i femrave. Tek ky event që sapo ka përfunduar në Pogradec. Regjia, do t'i lutem të mbuloj dhe me pamje që ka sjell kameramani. Ne sapo përfunduam një ceremoni për vlerësimin e lojtarëve të ekipit të voleybollit, së bashku me stafin e trajnerëve. Në fakt, ishte nisë me kryetarit bashkisë dhe dëshira e tij, Zotit Ilir Xhakolli. Zotit Xhakolli, për të cilin duhet ta falenderoj për mbështetjen, i cili kishte një dëshirë që ekipi i cili për herë të parë në historinë e voleybollit femrave në Shqipëri shpallet kampion. Shpallet kampion kombëtar dhe jo vetëm sepse janë 3 trofe shumë të rëndë, siç është edhe Kupa e Shqipërisë apo edhe Liga Gjergj Kastrioti, një turne që bëhet fitore njëra pas tjetrës bashkë me 4 ekipet më të mira të Kosovës.
Dhe sigurisht që ky ishte një event i rëndësishëm për qytetin tonë dhe këto vajza meritonin dhe një vlerësim të tillë nga ana e bashkisë. Me sa shoh moderon Toni Froku, kolegu, është dorëzuar dhe një kupa, flasim çfarë ndodhi në këtë aktivitet. Kjo ishte një ceremoni për t'ia u prezantuar të 3 trofet publikut bogadetësar për shkak sepse tifozët ndoqën vetëm finalen e kampionatit kombëtar që u zhvillua para 3 ditësh këtu dhe nuk patën mundësi të shijonin dhe 2 kupat e tjera, të cilat janë zhvilluar në Fark, janë zhvilluar 2 finale të cilat ne i kemi fituar, kështu që publiku si thua u prezantua dhe me ato 2 kupat e tjera dhe u bë dhe një ceremoni dhe për vlerësimin e këtyre vajzave. Dhe mendoj që shkoj, ju përmendët që moderimin e ka zoti Tonin Froku, kështu që mendoj për shkak dhe të karrierës së tij më tepër sportive, mendoj që ishte mi përshtatshëm për ta marrë moderimin e këtij aktiviteti, të cilin unë dua ta falenderoj sepse e ka bërë në mënyrë perfekte të gjithë thesurinë e këtij aktiviteti. Jemi duke ndjekur momente nga aktiviteti. Janë prezantuar të gjitha lojtarët e ekipit, regjia dhe mund të ecë me pamjet, ndërkohë që ne do të flasim. Shumë emocione në fakt pati fundi i kampionatit, deri diku të trembur, por pastaj triumfi nuk përmbahej. Në fakt, mënyra se si shkuan ndeshjet finale, kujtoj këtu një bisedë me një person i cili njeh shumë mirë historinë e volejbollit shqiptar dhe tha asnjëherë nuk ka rastisur as në volejbollin e meshkujve dhe as të femrave që ekipet mike fitojnë nga 2 ndeshje në finale. Pra sepse vajti me 5 finale dhe ekipet mike gjithmonë fituan. Përveç ndeshjes së fundit që rezultoi fitore për ekipin vendas, kështu që ishte unike dhe për t'u mbajtur mend besoj gjatë që ne fituam jashtë, u bëm jashtë 2 ndeshje, por fituam ndeshjen e 3. Kanë qenë 3 setet fituara nga vajzat. 2 ndeshjet e fundit kanë qenë dominim total i ekipit Pogradecit. Duhet ta themi këtë, duhet i falenderojmë gjithë lojtarët, stafin e trajnerëve, sepse fituam 0-3 me setën Tiranë ndeshjen e 4-të dhe mbas 3 ditësh të asaj ndeshje erdhën Pogradec dhe fituam 3-0 përsëri. Kështu që aty u duk niveli i ekipit tonë. Ne dominuam gjithë kampionatin. Patëm ato, si të thuash, ato rënjet në 2 ndeshjet që patëm këtu me ekipin e Tiranës, por ditëm që në fund të bënim diferencën dhe të regonim se kush ishte ekipi i mirë. Dhe ashtu ndodhi. Një merit është edhe e trajnerit Besnik Lisha dhe zëvendës trajnerit Dragoj. Semir Dragoj. Semir Dragoj, po. Për Besnik Lishën flet historia, ka një histori, një jetë të tërë në volejboll, lojtar i kombëtares, lojtar i ekipit Vllaznis, fituesi i kupave të Shqipërisë. Ka bërë trajnerin me ekipin e Shkodrës, me ekipin e Skënderbeut. Por ajo që duhet theksuar, mendoj, është që trofet e parë si trajneri ka fituar në Pogradec. Ka pas sukses, po për disa peripeci për njërën apo për tjetrën, është larguar nga ato ekipe. Suksesi është kurorzuar me ekipin e Pogradecit. Suksesi u kurorzua këtu në Pogradec. Kështu që është një trajner shumë profesionist, ka bërë që grupi të funksionojë më së miri, sepse është një sport kolektiv, dhe si tillë mendoj që duhet të funksionojnë gjithë elementët që ta mbash grupin e bashkuar. Është një punë shumë e vështirë, por ai ka ditur me atë qetësinë e tij që e karakterizon, të ngrejë që të marrin maksimumin, por edhe sigurisht stafin ndihmës. Natyrisht ka pas dhe ndihmën e zëvendës trajnerit apo dhe stafit tjetër të drejtorisë sportit që punon aty, të gjithë kanë qenë të gatshëm për t'ia lehtësuar, si të thuash, problematikat që mund të kishte. Dhe profesorit i kemi lënë merru vetëm me pjesën e trajningut me vajzat. Kusuret e tjera na i lërë ne, sepse po i mbulojmë ne. Kështu që ai diti të merrte më të mirën e këtij ekipi, mendoj, derisa rezultatet flasin vetë, 3 kupa, nuk janë pak. Mos gaboj, në një nga edicionet e javës shkuar ndoshta, ka qenë edhe ripërtëritja e kontratës me zotin Lisha? Shikoj Ilir, ne kishim një
Kishim një marrëveshje gentlemenes, le të themi, që do të vazhdojmë dhe vitin tjetër, por ne pësuam një humbje në Pogradec, të cilën për hir të vërtetës nuk e se prisnim, sepse ishim ndeshur 6 herë me Tiranën gjatë gjithë vitit dhe 6 ndeshje ne kishim rezultuar fitues. Dhe duke qenë se ne humbëm, kemi diskutuar me profesorin dhe i thash, profesor, duhet diçka që ne të trondisim edhe ekipin, sepse kjo humbje është, si thua, terreni pa shkelur për ne, kështu që ne duhet ta trondisim nga themelet e ekip. Kush mund ta bëjë më së miri, dhe unë ja dhash si ide, thash, ne duhet bëjmë zyrtarizimin e kontratës asaj që ashtu. Ai patjetër shumë i gatshëm, ai është burzotnik, kur e fjalën nuk ashtu, dhe menjëherë shkuam në zyrë dhe bëm prezantimin, bëm zyrtarizimin e vazhdimit bashkëpunimit. Kështu që mendoj që në atë moment rezultoi, sepse fill mbas asaj ne shkuam në Tiranë dhe i kthyem reston Tiranës, na mundi 1-3 këtu, e mundëm në Tiranë dhe në 1-3. Kështu që mendoj që ishte diçka pozitive, edhe atë rezultat. Jo se vajzat nuk e se ishin, si të thuash, të përgatitura për të fituar. Por ajo humbje mund edhe t'i tronditi pak, emocionet e publikut, gjitha ato gjëra. Dhe natyrisht ne duhet bëjmë diçka. Nuk mund të rrim neve që të presim që t'ja ulimin gjitha këtyre vajzat. Duhet bëjmë diçka neve, por edhe për lehtësuar ndikimin e opinionit publik te këto vajzat, që të merre më tepër edhe me vazhdimin që ky projekt është një projekt i cili do të vazhdojë, nuk është projekt për një vit. Vajzat sigurisht janë në formën e tyre më të mirë, trajneri ka konfirmuar sërish në detyrë prezencën e vet, ëndra vazhdon, po të shpritet për më tej. Ne në fakt jo më kot sot kemi zhvilluar këtë aktivitetin e ceremonisë vlerësimit e ekipit dhe po ta shikosh aty tek slogani thot 3 trofe është vetëm fillimi. Domethënë që aty mendoj që mesazhi është dhënë. Mesazhi është dhënë që kjo ishte vetëm fillimi. Ekipi i Pogradecit derisa ka mbështetjen të bashkisë, sepse duhet thënë që duhen financa. Kështu që dhe mirë që Bashkia Pogradec natyrisht duhet të jetë mirënjohës çdo sportdashës, çdo sportdashës. Ata njerëz që ishin në pallat sportit, të gjithë duhet të jenë mirënjohës bashkisë. Nuk bëhet pa para kjo gjë. Bashkia ka qenë shumë korrekte me pagesat dhe dashamirëse. Dhe jo vetëm me pagat, por edhe me bonuse për të shpërblyer këto vajza, sepse këto e kanë merituar atë gjë. I kanë sjellë qytetit një kënaqësi, një satisfaksion të jashtëzakonshëm. Kështu që bashkia e kam thënë dhe vazhdoj ta them. Vazhdon përsëri të njëjtin projekt, do ta mbështesë ekipin e volejbollit nëpërmjet qendrës multifunksionale dhe duke u rikthyer edhe një sloganit, ai është vetëm fillimi. Ne kemi një rrugë të gjatë për përbashkë. Tani ky rrugtim i gjatë nuk kupton dhe ndeshje ndërkombëtare? Kjo është një specifik, faktikisht kjo është një specifik që në Pogradec ne për një apo për disa arsye, për te shpenzimeve që kërkon janë jashtë çdo lloj buxheti që ne mund të parashikojmë, por është edhe diçka tjetër sepse pallati i sportit që ne kemi këtu nuk i plotëson disa kushte që kërkon Federata Ndërkombëtare e Volejbollit. Vetëm një pallat është, një pallat sporti është në Shqipëri, që është Feti Borova, i cili është me gjitha standardet, por ne kemi diskutuar dhe mendoj që volejbolli bëhet për Pogradecin dhe duhet ta shijojë publiku pogradecar. Nëse ne bëjmë volejboll, shkojmë luajmë në Tiranë, ne po e bëjmë për këtë qytet, për këtë sportashës, për këta të reja që duan të rriten. Shpresoj që me këtë rritje të ekipit kemi edhe ambiente ekstra, pse jo investime bashkëore. Në fakt atë ditë kur zhvilluam finalen, unë isha me kryetarin e bashkisë, po e shikonim ndeshjen dhe e pam që u mbush, njerëzit ishin jashtë, nuk ishte më vend, deri te dera nuk hynin dot më. Dhe i thash kryetar, duhen ambiente më të mëdha, se nuk mund ta përballojmë. Edhe mirë keni. Kështu që shpresojmë të shikojmë domethënë Ecurin, këtu do jemi. Mendojmë që edhe mund të ketë qoftë apo zgjerim apo edhe ambiente të tjera, kështu që nëse do ketë sukses Pogradeci, pse jo. Okej, folëm për stafin ndihmës. Sa mbështetëse ka qenë pjesa e tifozëve? Ju e përmendët që në ndeshjen finale s'kishte vend ose ndoshta mund të kenë ngelur dhe jashtë një pjesë. Në fakt Pogradeci ka pas traditë, pjesën e volejbollit.
Mendoj ju më mirë se sa unë dhe mund ta njihni historinë dhe mund të po ka qenë dikur i hapur, luheshe në atë dheun e kuq dhe ka pas traditë. Ekipi Gurit kuq, Ylli kuq ka qenë dikur, kështu që ka mbi 50 ca vite që luhet volejboll në Pogradec. Kishte disa vite për të vërtetës që nuk ishte mbështetur nga pushteti lokal. Ka qenë vetëm një person i cili është marrë, si të thuash, privatisht me forcat e veta, profesor Llazi Kërxhalli, i cili e ka mbajt gjallë, si të thuash, volejbollin në Pogradec. Duhet dhe nëpërmjet beachvollit, patjetër, absolutisht, ai ka gjithë meritat e veçanta që e ka mbajtur gjallë këtë sport, dhe jo vetëm këtë, po ka qenë edhe, si të thuash, nismëtari krijues i beachvollit në Shqipëri. Kështu që ai ka merita të jashtëzakonshme, sot është pjesë, unë kam nderin që ta kem pjesë të akademisë në qendër, dhe ai stërvit vajzat vogla për t'u dhënë edhe atyre mundësinë që të ndjekin shembullin, sepse ne kemi krijuar një model, ta ndjekin shembullin këto vajza për ta arritur nesër. Kështu që duke qenë se kjo ka qenë traditë, nuk mundesh se si mos mbushesh pallati i sportit. Gradualisht ka një meritë edhe pjesa e tifozerisë. Natyrisht, absolutisht, po ne e dimë që sporti bëhet për dashamirësit. Domethënë kush është motivi kryesor i bërjes së sportit është tifozi, është dashamirësi. Pastaj vijnë gjithë me radhë, sportisti performon për tifozin. Vajzat kanë spikatur në grup, besoj, të gjitha kanë qenë lartësinë e dur, edhe pse evidentojnë emra. Natyrisht, janë gjitha lojtarët jashtëzakonshme, por ajo që mendoj që ne na ka karakterizuar si ekip ishte loja në grup. Kishte lojtarët jashtëzakonshme Mbeso, Dinamo, Tirana, po them edhe një fakt që mbas edhe nëpër media nuk ka shoh, nuk flitet. Vërtet Pogradeci ka pas një buxhet të mirë, por më besoni, buxhetin që ka Dinamo, që ka Tirana, ne nuk i afrohemi kurrë. Sepse po flitet për buxhet të jashtëzakonshëm volejbollin Pogradeci. Megjithatë ja dolëm. Ne ja dolëm, ne jemi shumë herë më poshtë se buxheti i Dinamos, i cili zuri vendin e tretë, apo se buxheti i Tiranës, që doli nën kampion. Kështu që duhet falenderohet gjithë ky staf, ekipi që bëri të mundur realizimin e këtyre 3 kupave. Kjo lojë kolektive që ne na karakterizoi këtë sezon, mendoj që është shumë e rëndësishme, sepse duke parë edhe lojtare që kishte Tirana, lojtare me eksperiencë, lojtare me një eksperiencë të tillë ku kanë fituar me 10 kampionate. Dhe për finalet për ato ishin si ndeshje të zakonshme. Kështu që thjesht loja në grup që kemi pas dhe cilësitë e këtyre vajzave kanë qenë efektive shumë. Shpresoj që kryebashkiaku që do të vijë ndoshta në një mandat tjetër, zoti Xhakolli, apo një emër tjetër, nuk ka rëndësi të bëjmë më të mirën për vazhdimsinë e këtij trendi që ka filluar me një kulm. Unë mendoj që kushdo që të vijë me këtë frym që është krijuar sot, më beso do ta ketë shumë të vështirë të dalë në qytet. Nëse një kryetar bashkie vjen dhe nuk e mbështet volejbollin, ai nuk do dalë dot para qytetarëve të vet. Sepse do t'ia kërkojnë. E ka detyrim. Sot çdo kryebashkiak e ka detyrim ta mbështesë, sepse e shikon se sa dashurohet ky sport në qytet. Kështu që nuk beso kushdo qoftë emri që mund të jetë në të ardhmen, më beso, e ka obligim ndaj qytetarëve dhe absolutisht që do ta mbështesë. Të bëjmë më të mirën për volejbollin. Sigurisht për te motivitetit tim, unë dua të them edhe 2 fjalë të mira për erën tuaj në drejtimin e qendrës multifunksionale. Sigurisht është bërë me mira, keni qenë pranë lojtarëve, jo vetëm në këtë sport, në të gjitha sportet që mbulon qendra, edhe aktivitetet e tjera të fushës kulturës. Ka qenë një auguri mirë prezenca juaj. Të falenderoj. Shiko, unë kam bërë, si të thuash për te modestis, kam bërë detyrën, sepse mendoj që kur një i ri vendose në një detyrë drejtuese, ai nuk duhet ta shoh atë thjesht si një pikë mbërritje, por duhet ta shoh si një pikë nisje. Kështu që unë këtë parim kam që kjo është pika e startimit të karrierës time dhe mbeso e bëj me shumë përgjegjësi këtë detyrë, ma ka besuar kryetari i bashkisë këtë detyrë dhe ka pas raste, më besoj lirë, gjumi nuk më zë,
sidomos për krijimin e këtij ekipi, po për të gjitha aktivitetet që zhvillohen sepse është një punë jashtëzakonisht e vështirë. Unë dua t'i falenderoj të gjithë aty në qendrën që mbuloj, qoftë qendrën kulturore Lazgush Poradeci, drejtorin Eritan Kamollin, apo edhe drejtorin e sportit zoti Klevis Cane. Janë të dy njerëz të jashtëzakonshëm, të dy ju qëndrojnë punëve në kokë, kështu që më beso çdo punë kërkon shumë angazhim, por unë e kam edhe në si të thuash, në genin tim që nuk mund të rriqet. Mbaroj pardje, po them mbaroj finalja e volejbollit. Ne filluam me njëherë organizimin e aktiviteteve që kemi gjatë verës, sepse ne kemi kalendar të gjeshur, aktivitetet artistike, sportive gjithashtu, kështu që unë e kam edhe që në gen nuk mund të rri kështu. Po sigurisht, vazhdon ritmi i gjërave dhe punëve të mira. Jo, do doja që të mbetemi tani edhe tek qendra kulturore. E përmendët ju drejtuesin e saj që mbulon edhe bibliotekën edhe Teatrin e Kukullave, Galerinë e Artit, Galerinë e Artit, Teatrin e Kukullave. Kineman. Flasim pak edhe për këtë pjesë. Atëherë ne administrimin e qendrës, siç e theksua, siç e dim gjithë, domethënë që janë dy drejtori që mbulon qendra multifunksionale. Është dhe qendra kulturore Lazgush Poradeci. Kemi hartuar së bashku me stafin që punojmë një kalendar të ngjeshur aktivitetesh. Le të themi që kulmon që me çeljen e sezonit turistik, që e kemi në 6 qershor, është një aktivitet ku aty ndërthuren disa aktivitete brenda, qofshin këto sportive, artistike apo edhe kulturore. Shumë si aktivitet. Është një aktivitet i madh, natyrisht sepse e meriton Pogradeci duke patur edhe statusin e qytetit turistik, mirëpret mbi 450.000 turistë në vit, sipas statistikave, kështu që ne jemi të detyruar t'i ofrojmë atyre turistëve diçka që ata të rikthehen sërish në Pogradec, jo vetëm thjesht t'jen kalim. Jo vetëm aktivitetet që tashmë janë konsoliduar, por ka dhe risi. Ne kemi filluar edhe një transmetim reklame, triatlon në Mosgaboj, do të jetë me 21 qershor, edhe ajo do të jetë një... Aja është një risi për qytetin tonë. E kemi në datën 21 qershor, ditën e liçenit. Është një aktivitet sportiv ku përfshin 3 disiplina, not, ciklizëm dhe vrap. Nuk ka qenë ndonjëherë, mund të kemi pas për shembull maratonën Kelana, ne zhvillojmë çdo vit dhe si vit do të jetë sërish. Zhvillojmë maratonën e notit, që është në nder të rekordmenit Agronom Vina. Për sa i përket ciklizmit, nuk është se kemi pas vitet e fundit në një aktivitet, mund të ketë pasur më përpara, por ne nuk kemi realizuar, kështu që ky është gjithsesi është një aktivitet që i mikson. I mikson, po jo, ka një specifik shumë veçantë sepse të njëjtët sportistë garojnë në 3 disiplina në të njëjtën ditë. Në momentin që fillon noti, mbaron noti, menjëherë hipin bicikletat për ciklizëm. Mbaron ciklizmi, vazhdon, janë të njëjtë sportistë, kështu që është shumë interesante për ta ndjekur. Edhe pjesë e tij. Na është prezantuar nga Federata e Triathlonit. Dhe ne ishim shumë dashamirës, është një risi për qytetin tonë. Shpresojmë që të kemi bashkëpunime, mendoj do t'i kemi bashkëpunime me Federatën dhe për të ardhmen, kështu që vërtet është një risi shumë interesante. Besoj edhe aktivitetet kulturore, sipas kalendarit janë ato që tashmë kanë krijuar, kanë formsuar fytyrën e tyre, besoj do të ketë risi. Unë do të përmend faktikisht këto që janë aktivitete që ne i kemi në kalendar të përvitshëm, siç është festivali Teatrit Kukullave. Ne Teatrin e Kukullave kemi krenarit qytetit. Dhe festivali që zhvillohet Zinxifilo, që zhvillohet çdo vit, ne kemi sërish që do ta zhvillojmë. Kam qenë një vit pjesë e jurist në fakt, por ka qenë festival ndërkombëtar atë vit. Ne e bëjmë si të thuash, ftojmë nga Maqedonia dhe nga Maqedonia Kosova, e mbajmë në këto korniza, është mbarkombëtar. Do ishte shumë herë më mirë që ta bënim ndërkombëtar, por duhem parë edhe buxhetet. Duhem parë edhe buxhetet sepse ne nuk është se kemi në buxhet të jashtëzakonshëm që ti zhvillon në këto konture. Kështu që Zinxifilon do ta përmend patjetër. Në qershor kemi Ilir, ne vjet për herë të parë në tetor kemi zhvilluar një koloni me artistë ndërkombëtar, duhet të thënë, të bojrave të ujit.
të piktorët që pikturojnë me bojra ujë. Si vjet do të bëhet në qershor. Aty kishte artistë nga gjithë bota që duke nisur nga India, nga Italia, nga Spanja. Ishte një aktivitet edhe një promovim i mirë 5 ditor, natyrisht 5 ditor, por që ekspozita ndenti dhe 3 javë më vonë mbas përfundimit të aktivitetit. Tani në qershor kemi sërish atë aktivitet. Me të gjithë këta piktorë që vinë nga vende të ndryshme të botës, është shumë interesante, mendoj se ne i prezantojmë qytetin tonë, kulturën, çdo gjë që ne na përfaqëson. Festivali Ballkanik i filmit dhe kulinarisë. Natyrisht e kemi në qershor të kalendaruar, po të kalendaruar. Dhe vitin e kaluar e kishim qershor, po për shkak të një fatkeqësie që ndodhi organizatorit. E di, po zotin Milkani, po. Milkani. Dhe e shtym për në shtator, kështu që ai gjithmonë ka qenë në qershor. Dhe si vjet do vazhdoj të jetë prapë në të njëjtën periudhë. Edhe i mbetet një aktivitet është unik, mendoj. Është për vitin e 16, duhet të thënë, Pogradec. Ka 16 vite që organizohet dhe ne nuk mund të kursesi që ta humbasim atë traditë të atij lloj zhanri që ndërkohë që aktivitetet e tjera pastaj sporadike pastaj gjatë gjithë verës ne kemi çdo fundjavë me një organizator që çdo fundjavë ai do të ofrojë në Odeon, koncerte artistike me këngëtar të njohur, kombëtar, mbar kombëtar duhet të thënë, duke nisur nga grupet nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi, kështu që çdo fundjavë e verës, korri gusht do të jetë me aktivitete. Odeoni do të jetë. Edhe vitin e kaluar kemi pasur, po të themi, shumë aktivitete. Çdo fundjavë, pothuajse Odeoni ka qenë gjatë gjithë kohës në aktivitet. Përpos aktiviteteve që janë, le të themi, një lloj imazhi, edhe biblioteka Mitur Shkuteli ka aktivitetet e saj, promovimet e saj, lancimin e, le të themi, librave, besoj të rinj. Në fakt biblioteka po them që nuk pushon kurrë. Kjo për merit dhe të atyre personave që punojnë aty, sepse janë vërtet profesionistë, duan falenderuar, punojnë me shumë grupe nxënësish, apo me poet, me shkrimtar, dhe aty çdo javë ka aktivitet. Ne kemi futur edhe në, si thuash, në punën tonë, në rutinën tonë, vajtjen e leximit të librave të bibliotekës së fëmijëve në përshkolla të rrethinave të cilën nuk kanë mundësi të vinë në qytet, në bibliotekë, kështu që po shkojmë ne tek ata. Nismë bukur. Dhe jo vetëm bibliotekën, por edhe teatri kukullave. Ka qenë dikur edhe kjo një lloj tradite që shkonte performonte teatri kukullave në përshkollat e rrethinave. Kështu që sërish do të vazhdojmë atë traditë. Teatri kukullave duhet jetë i prekshëm edhe për ata fëmijët. Kjo është një të zonës së Mokrës, të zonës së Malit Thatë, kështu që shumë interesante që vjen nga teatri kukullave. Kështu që duhet të jenë të gjitha të prekshme, sepse janë institucione që janë të qytetarëve pogradecar dhe të gjithë rrethinave. Më vjen mirë që ka aktivitete që menaxhohen edhe që mbeten në imazhin jo vetëm qytetarëve të Pogradecit, por të gjithë atyre që vinë si vizitore dhe bëhen pjesë, prekin, kontaktojnë me këto aktivitete. Sigurisht, ne jemi të detyruar, dhe thash, ne jemi në punë, bëjmë punën tonë, po është shumë e rëndësishme ta bësh me përgjegjshmëri, me pasion. Jo, unë e kam parë përgjegjshmërinë tuaj, thash për te emotivitetit, se si u qëndron në kokë. Por natyrisht duhet, kjo nuk është, domethënë, ne duhet vazhdojmë bëjmë akoma më shumë. Mbaj mend një kampionat ping-pongu me shumë emocion prisnit nga fillimi deri në fund, skrupuloz atje në krye të detyrës. E bëm par vjet aty kampionatin kombëtar edhe e di që mbuljen tuaj. Po, madje në vitin e par vjet kemi sjell edhe një kampionat beach tenisi, që si vjet do të jetë përsëri në Pogradec në ditën e çeljes sezonit turistik dhe disa ditë në vazhdim, pra tenisi në plazh, që në shumë vende, në shumë qytete turistike luhet, dhe ta sjellim edhe në Pogradec, të jetë pjesë së fundi ka filluar, janë disa persona që në mënyrën e tyre private kanë krijuar disa grupe fëmijësh të vogla me tenisin, pra është një sport që po futet gradualisht në qytet
Ne do ta ndihmojmë pak me këtë beach tennis, sepse është dhe sezoni veror dhe mendoj që është diçka atraktive edhe për fëmijët. Pa dashur ne po shkojmë në fund të bisedës në këtë pjesë parë, në pjesën e dytë do të kem kapitenen e ekipit të vajzave të voleybollit Pogradecit Paula Gjatën, por përpara se të kalojmë publicitet, mund të më shpjegosh diçka për këtë bluzë që ti mbajtë veshur sot? Champions? Këtu janë 3 kupa. 2000. Ky është rezultati 2025-2026 për janë të 3 kupat. Është Liga Gjergj Kastrioti, është Kupa e Shqipërisë dhe kampionati. Kjo është logo e ekipit të voleybollit të vajzave. Keni qenë të veshur pëse në eventin... Tu ba pas dhe foto ekipit për se pa mund duket. Kjo është një që e kemi krijuar ne për shpalljen e ekipit kampion ditën në datën 4 maj. Kështu që i kishin gjitha vajzat veshura, stafi. Më vjen mirë. Dhe ishte një formë për të dhënë një lloj prezantimi. Edhe për mbetur një lloj kujtimi. Edhe memorje, është memorje. Sigurisht memorje. Dori, unë të falenderoj shumë që të pata në këtë pjesë të parë të Infoftes. Falenderit shumë. Të uroj shumë suksese në administrimin e qendrës multifunksionale, por edhe të gjitha detyrat që ti mund të kesh në përditshmëri dhe sigurisht të uroj shumë sukses. Shumë falenderit, kënaqësi që isha me ju. Falenderit. Nderuar miq, do të kalojmë në publicitet. Pjesën e dytë do të jemi me kapitenen e ekipit voleybollit të vajzave pogradecare Paula Gjata. Më parë publicitet, më pas do të kthehemi në studio. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të Infoftes, zonja dhe zotërinj, ju kujtoj që jemi live këtu në televizionin Sot 7. Kam kënaqësinë të kem në studio kapitenen e ekipit të vajzave kampione të voleybollit jo vetëm pogradecare të Shqipërisë, Paula Gjata. Paula, faleminderit që je në studio. Faleminderit për ftesën. Në fakt i kam pasur të rallë sportistët në formatin tim, po është kënaqësi. Keni ardhur sikundër edhe Doriani me njerë pas një aktiviteti mbreslënës që është organizuar sot në Pallatën e Sportit Arefi Berberi. 3 kupat prezantuara me dinjitet nga ju edhe vajzat shoqet tuaja të ekipit. Po, kjo ishte një ceremoni shumë emocionuese, një nga ceremonit më të bukura që unë kam marrë pjesë, edhe jam shumë e lumtur që njerëzit u paraqiten atje për të shijuar suksesin tonë që fituam këto 3 kupa, për të shijuar suksesin, punën e palodhur që bëm, edhe ky ishte rezultati në fund. Ju fillimisht nuk keni qenë pjesë e ekipit Pogradecit apo keni qenë me Unë kam qenë pjesë e ekipit Pogradecit, po kur kam qenë me vogël nuk kishte një ekip senior, luani me U14-at, U16-at, dhe më pas kam vazhduar karrierën time tek ekipi Skënderbeut me senioret. Tani jam rikthyer prej një viti e gjysmë që luaj me ekipin e Pogradecit, ekipin e parë. Ishte një dëshirë e brendshme juaja të vinit në Pogradec apo ju thëriste zëri normale ishte një dëshirë, kjo është shtëpia ime. Vajzave të dikurshme të voleybollit pogradecare. Po, kjo është shtëpia ime dhe doja me patjetër që t'jepja kontributin tim që ta çonim Pogradecin në këtë nivel kaq të lartë sa është sot, edhe të fitoja të njëjtit trofej që kam fituar më parë tek Skënderbeu, doja që të fitoja të gjitha këtu tek Pogradeci, pasi është qyteti im dhe dua ta shikoj sa më lart gjithmonë. Dhe u bë realitet. Po, u bë realitet. Ekipi i vajzave të Pogradecit vetëm juve ju ka pogradecare apo ka të vajzat tjera? Jam unë edhe një vajzë tjetër, është liberaja e dytë, e ka emrin Natalia Mato, neve të dyja jemi pogradecare, lojtarët e tjerë janë lojtarët të ardhura nga qytetet tjera që janë përzgjedhur për të qenë pjesë e ekipit tonë. Ka dhe lojtarët tuaja në mos gaboj? Po, kemi goxha lojtarët tuaja, kemi diku rreth 5 lojtarët tuaja. Është bërë një kombinim i vajzave shqiptare të eksperiencës me lojtarët e huaja për të bërë ekipin që jemi sot, që fituam gjitha ato trofe. Si ndihen lojtarët e huaja? Lojtarët e huaja mund të them që këtu ndihen shumë mirë. Jemi një grup shumë i mirë vajzash, paçka se jemi lojtare shumë cilësore, jemi edhe vajza që shkojmë shumë mirë me njëra tjetrën dhe kemi një frymë ekipi shumë të mirë dhe mund të them që me plot gojë që kjo eksperiencë për to ka qenë shumë e bukur, edhe që do ta mbajnë mend gjithmonë kudo që të shkojnë. Ndihmë e gjithë këtij lancimi për performancën tuaj ka qenë trajneri, zoti Lisha. Po, normale, trajnerët, profesor Lisha, po edhe profesor Sajmiri,
kam bërë një punë të palodhur me neve, kemi punuar fort gjithë sezonin, jemi një nga ekipet e para që kemi nisur përgatitjen të parët, edhe kemi bërë një punë shumë të mirë gjatë gjithë sezonit, e gjatë edhe e lodhshme, por në fund me rezultatet që neve kërkonim. Ju stepi pak momenti kur humbi ndeshja e 4 në Pogradec? Nuk, ishte ndeshja e tretë. Ka qenë e treta. Ishte ndeshja e tretë në Pogradec, katërta ka qenë në Tiranë. Jo, nuk mund të them që na stepi, neve jemi një ekip me mentalitet kampioni, mund të them, edhe nuk na stepi fare, pasi e dinim që finalet janë ndeshje të vështira. Nuk ka rëndësi si kanë dalë rezultatet gjatë gjithë kampionatit, finalet kanë rëndësinë edhe peshë të ndryshme nga ndeshjet e kampionatit, dhe e dinim që Tirana është një ekip i fortë, është i mirë investuar si në ne, dhe e dinim që nuk do ishte shumë e thjeshtë për të fituar këtë ndeshje, po asnjëherë nuk kemi humbur besimin që do ta silnim atë trofe në shtëpi. Jo, e bëra këtë pyetje se duke ditur investimin që bëhet për ekipe të kryeqytetit, ndoshta pak më pak qytete si Pogradeci, ndoshta ky disnivel mund të bënte një lloj diferencë, por që ju e përmbysët duke treguar që edhe me pak jo aq sa mund të ketë kryeqyteti, mund të dalësh kampion. Unë mund të them që kushtet këtu në Pogradec janë shumë të mira. Unë e di që ekipet e tjera janë të investuara, po veçanërisht këtu kushtet në Pogradec kemi shumë të mira. Bashkia është munduar gjithkohon që të na i plotësojë të gjitha dëshirat që kemi neve apo të gjitha nevojat, edhe nuk mund të them që kemi diferencë aq të madhe me Tiranën apo ekipet tjera, pasi unë vërtet jam ndier mirë këtu, po jam e sigurt që edhe vajzat e tjera janë ndier shumë mirë si mua. Shpresoj që ta kemi edhe një, ku diun, investim në një pallat sporti më dinjitoz. Po, ajo do të ishte shumë gjë e mirë, po kjo është jelem kohës dhe ka bashkia në dorë, normal. Kush mendoni se mund të ketë qenë ekip tjetër pretendent përveç Pogradecit, Tiranës, me këtë rrugtim kampionesh? Si fillim, kur filluam kampionatin, ishin 3 ekipe pretendente, ishte në lojë edhe Dinamoja, po pastaj ata patën ata ulljet, ngritjet e tyre, dhe nuk mund të them që dolën nga gara plotësisht, po nuk kishin ekipin kompetitiv si që kishin në fillim të sezonit. Skënderbeu bëri një punë të mirë me vajzat të reja, që e filloi që në fillim të sezonit me vajzat të reja, pasi lojtarët e rritura u larguan, edhe rriti nivelin e tij nga fillimi i kampionatit deri në fund, po pretendent përveç Tiranës nuk ka pasur për finale, e them. Rivali ynë kryesor ishte thjesht Tirana, për në finale e kam fjalën. Ndeshjet e bukura ne kemi zhvilluar edhe me Skënderbeun, me Dinamon, po që di gjithmonë që neve do vazhdonim më tej, domethënë, do kalonim këtë fazë. Kishte pritshmëri. Jo, se kur vjen fundi është ai dualiteti mes egos së brendshme, fitojmë, sfitojmë, doja dalim. Po, e kemi pasur këtë, po të thash që kam pasur shumë besim të ekipit tim, edhe e dija që doja dilnim në fund, e dija. Mund të më thoni me 2 fjalë çfarë ndjet në momentin kur është shënuar pika e fundit e setit fitues për t'ju shpallur kampion? Unë kam marrë një emocion nga intervista që ne e transmetuam fillim të këtij edicioni, por dua të di gjendjen tuaj të atij momenti. Ishim të gjitha, jo vetëm unë, po të gjitha shumë të emocionuara, adrenalin, njerëzit edhe që bërtisnin për ne, atmosfera shumë e bukur në pallat, domethënë çdo sportist mendojnë që e ka ëndër që të luajë në një atmosferë të tillë, pasi ka ekipe në Shqipëri që nuk kanë mbështetës, bëjnë ndeshje pa mbështetjen e qytetarëve të qytetit të tyre, dhe mund të them që është privilegj të kesh një suport kaq të madh nga njerëzit siç e kemi pasur neve. Dhe mendimi im i parë ishte ja dolëm qëllimit që kemi punuar, më kujtoheshin gjithë ato momentet që kemi punuar aq shumë, vështirësitë që kemi kaluar, uljet ngritjet, se çdo ekip ka uljet e ngritjet e veta. Por në fund tash tani ja dolëm, e bëm detyrën. Jemi neve fituesit. Unë ndjet mirë edhe me tifozët, besoj, edhe është fat që ndeshja edhe u luajt këtu. Është një lloj ndihmese. Ajo është ndihmesë, por nuk mund ta quaj fat, pasi ekipi që është në vend të parë ka një ndeshje më shumë në Shqipëri. Edhe është ky lloj kombinimi. Edhe ky është kombinimi. Punuam fort fazën e parë që ne ta mbyllim në vendin e parë, pasi e dinim që siç thua edhe ti ndihmesa e tifozerisë do ishte shumë e rëndësishme, dhe luftuam për këtë dhe
Ja ku jemi? Ja ku jemi e morëm. Ndërkohë janë dhe dy kupat tjera. Po, është Liga Gjergj Kastrioti që është në bashkëpunim me ekipet e Kosovës, edhe Kupa e Republikës të Shqipërisë, si neve fituam brenda një jave, 10 ditësh mos them. 3 fitore nuk janë pak. Normale që jo, jemi shumë të kënaqura me këtë rezultat. Përballë vajzave të ekipit të Kosovës, si ndjen vajzat e Shqipërisë, do të thoja. Kosova ka një Duke nivel... ju futur dhe ju këtu ekipin e Kosova ka një nivel goxha të mirë në volebol, edhe nuk ishte ndeshje lehtë kundër tyre. E këtë kisha parasysh tek pyetja që sa e vështirë ose e lehtë mund të ketë në përballje me vajzave të... Çdo finale është e vështirë, pasi çdo ekip që ti ndesh në finale është një ekip që e ka merituar plotësisht të jetë në finale, dhe normalisht që nuk është e lehtë. Luftuam, neve kemi bërë edhe një ndeshje më parë me ato në Kupën e Pavarësisë në Kosovë, të cilën ato e fituan, njëjti ekip që dolëm neve në finale, kurse neve fituam Ligën Gjergj Kastrioti, dhe tregon që ekipet ishin shumë të forta, të dyja kishte balans. Po Kupën e parë e fituan ato, kurse Kupën e dytë e fituam neve, pasi bëm një lojë më të mirë se radhën e parë. Ëndra vazhdon. Mendoni se do të ketë zhvillime të reja të tjera, pritshmëri të tjera, ndoshta edhe ndërkombëtare? Për ekipin e Pogradecit, po, normale. Besoj se kjo nuk mbaron këtu si histori, tani është vetëm fillimi. Pogradeci gjithmonë besoj se do bëjë investime dhe do ketë një ekip shumë të mirë pretendent. Normale që është shumë mirë për garat ndërkombëtare, po ajo është një gjë që duhet parë në vijim. Shpresoj që të jetë edhe ky lloj shansi për vajzat e këtij niveli, sikundër tashmë janë vajzat e Pogradecit, kështu t'i quajë të gjitha. Ka një mesazh për vajzat e reja, ato që ndjekin ëndrrën e volebolit, që një ditë të prekin, të hedhin hapa fituesish, të prekin trofe. Sikundër ndodhi me ju. Unë shikoj shumë vajza të vogla në fakt që kanë filluar volebolin tani, edhe vinë na mbështetin atje, domethënë na kanë idër, na shikojnë me atë sy, edhe dua të them që të punojnë, të vazhdojnë të punojnë, të ndjekin ëndrat e tyre, pasi sporti është një gjë shumë e bukur, që të takon me shumë njerëz të rinj, jep emocione që as një gjë tjetër nuk e ka dhënë ndonjëherë në jetë, domethënë çdo gjë tjetër që kam bërë, dhe është nga një më të bukur ti jesh sportist, pasi je admiruar nga qyteti ku luan, çdo gjë nuk e di. Jo vetëm nga qyteti ku luan, edhe për te qytetit. Për te qytetit ke gjithmonë vlerësi maksimal, sidomos sportistet elitare, dhe thjesht punojnë. I përgëzon këto vajza që të ndjekin ëndrrën e tyre, mos largohen nga volebolli. Ka një shkëlqim edhe një triumf. Se duket sikur shumë e largët pjesa e shpalljes kampion, po ndodh. Ishte në fakt një rrugë shumë e gjatë, ishte një kampionat shumë i gjatë, por... është fitore historike në fakt. Po, është fitore historike për Pogradecin, edhe më bëhet shumë qefi që e shruan emrin e Pogradecit atje tek gjitha ekipet që kanë fituar Kupën e Republikës edhe Ligën. Ligën e Gjergj Kastrioti. Edhe Ligën e Shqipërisë, Superligën. Superliga e volebolit. Paula, juve kohën e lirë si e kalonin Pogradec përveç volebolit? Kjo është një pyetje në fakt që unë nuk di se si t'i përgjigjem, pasi neve sportistet e kemi krijuar atë rutinën tonë. Po. Stërvitje, regjim, stërvitje. Po, kjo është, domethënë regjimi jon stërvitje, paradite, regjim, stërvitje mbasdite, domethënë kjo është, edhe ndonjëherë kur kemi pushim, nuk dim që të bëjmë me kohën e lirë, se kemi mësuar veten që tërkohën stërvitje, regjim, stërvitje. Besoj se për çdo sportist është e njëjta kjo. Po, kjo. E kuptoj. Stërvitja sa zgjat në ditë? Tani neve bëjmë 2 orë mbasdite, edhe paradite. Bëjmë gjithashtu, e kombinojmë sallën e forcës me sallën atje të volebolit paradite, kurse mbasdite është thjesht volebol tek pallati i sportit. Paula, juve vetë keni mbaruar studimet në edukim fizik? Po, i kam mbaruar programi studimit edukim fizik pra Universiteti Fanolit Korçës? Po, e kam mbaruar atje
kur kam luajtur me ekipin e Skënderbeut, njëkohësisht kam bërë edhe universitetin atje. Afër me sportin gjithmonë, so të njëjtën deg, domethënë e vazhdova edhe atje që sporti është jeta ime dhe çdo gjë në fakt e lidh me atë. Jo, s'ka më bukur se ka edhe volejbolliste që nuk vinë nga një program studimi, sikundër edukimi fizik. Nuk di, ka ndodhur ndonjëherë apo ka edhe vajza në ekipin tuaj që kam vajza në ekipin tim, po, që studojnë deg të tjera përveç sportit, po shumica e sportisteve janë tek edukimi fizik, po dita theme plot gojë. Besoj shkëlqen më shumë ato që vinë nga kjo lloj përgatitje apo se tani po bisa pyetje edhe nga naiviteti tim. Po, jo varet, nuk ka lidhje në fakt që universiteti studion. E rëndësishme është thjesht talent edhe të përshfaqësh talent. Po, ka vajza shumë të mira, sportiste të mira që janë edhe nxënëse shumë të mira në universitet, në deg të tjera përveç sportit. Kështu nuk do të thotë asgjë, domethënë dega ku studion, thjesht si e bën punën në duke ditur që edukimi fizik fitohet me konkurs. Po, normal. Është një sfidë më vetë ajo. Po neve jemi mësuar. Kujtohet ai moment? Po, më kujtohet, ka ndodhur vitet më parë normat që jepen para hyrjes në universitet gjithmonë. I keni fituar gjitha? Po, të gjitha i kemi fituar normal, se ne këtë punë bëjmë tani, jemi mësuar me gara, dhe ishte thjesht një test i vogël. Që ju e përballuat. Po. Duhet të thënë. Përderisa e mbarova shkollën. E bukur kjo. Okej, unë të falenderoj që të pata në këtë pjesë të dytë, ju uroj shumë suksese në të gjitha vendimarrjet e tjera që ju do të keni, shpresoj në Pogradec, por edhe për te Pogradecit, për të vjuar të shkëlqeni si kapitene. Faleminderit. Ju, edhe një pyetje të fundit, përveç se kapitene në ekipit Pogradecit bëni edhe qendërsulmuesen. Po. Është vështirë të jesh qendërsulmuese? Është një nga pozicionet më pak të preferuara. Se dihet që kapiteni duhet të mirë organizoj. Po, është një nga pozicionet më pak të preferuara në volejboll, po tani e kam perfeksionuar pasi kam goxha vite që luaj edhe mund të them që është e vështirë, po ja keni dalë. Ja keni dalë, po e bëj më së miri tani. Puna në grup pastaj të jep një lloj lehtësimi në po, normale, secila nga lojtarët ka detyrën e saj në ekip që e bën më së miri. Kur humni ndonjëherë pritjen e topit, nervozoheni? Tani volejbolli është lojë gabimesh, normale. Ka dhe gabime që na bëjnë më të mençur. Gabime, por e rëndësishme është që të rikuperojmë, mos i lejmë të gabim pas gabimi. Topin në fushën e kundërshtarit gëzoheni? Po, normale, janë ato kënaqësitë e këtij sporti që volejbolli ofron. Paula, unë të falenderoj edhe njerë. Më keni dhënë kënaqësi që ju kam pasur në formatin tim. Faleminderit për ftesën. Shumë suksese në vijim. Shumë faleminderit. Të nderuar miq, kemi qenë në info ftesë këtu në televizionin Sot Shtat. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16:00 dhe takimi radhës të enden tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natë e mirë.